Mirë, faleminderit. E di që këto ditë në fakt edhe jeni të angazhuar atje me epopen edhe me gjërat e tjera. Si po shkojmë në fakt organizimit para se të nisme? Po, mirë, dhe kem përfundu organizimin për epopen edukacione në 24 marsit. Ka qenë në aktiviteti kryesor në Glosandje, ku prej 11 deri në 12 kemi bo masëm, mandena jë mojt fjalimet, një pjesë e programit artistik. Dhe kështu ka shku gjithë shka mirë, me gjithse moti pak në shësej, po në regull. Me gjithat ishte bukur pjesëmarrje e madhe, kryetar, dhe nuk e di andan të njëjtën përshtypje, por sa më shumë vite po kalojnë në këto aktivitetet kulmore, sidomos të ushtrisë çlimtare të Kosovës, bën gjithnjë më masive, që është kemë pas pjesë në debatit edhe dje, të diskutimit, është fakt kjo që po thu, domthon për çdo vit më shumë po jepet rëndësi më e madhe dhe pjesëmarrja po është më dinjitoze. Dje në rrethonat e motit të shqipt që ka pas, unë personalisht kam menuar se nuk ka më pas shumë pjesëmarrës. Mirë, po jemi me të habitun për të mirë me prezencën e me pjesëmarrjen e shtetarëve nga krejt Republika e Kosovës, besa nga Shqipënia, Maqedonia, që kanë qenë pjesëmarrës në tubimin dje. Mirë, po flasim pak për çështje të komunës. Si keni punën me ndryshimin publik, a keni kontrat? Më kanë njoftuar në fakt nga fshati Rastavic, thonë që atje ka problem me ndryshimin. Nuk ka problem vetëm me fshatin Rastavic, ka problem me gjitha fshatrat, me komplet ndryshimin publik. Për shkak se ne kemi çdo 3 muajtet kur na lejohet me shpenzu buxhetin për shërbime publike ose për natyra tjera të punës. Kelsi na kanë njoftuar se e kanë ndryshimin publik për shkak të pagesës që nuk është bo për këtë muaj, dhe po besoj që deri me ditën e parë të prillit nuk mundem me bo pagesë për shkak të ciklit buxhetor që kemi. Unë duhet me durunja 5 ditë derisa të vjen puna e këtij muaji. Është çështje krejtësisht procedurale. Pse nuk patën mirë kuptim Keci as për këtë çështje? Po jo, në kompani që kur e bëj shpenzimin, normal që duhet me marr pagesën. Ndoshta i është dashur me pas një marrëveshje me Kecin si shtet që me tregu kur organizata buxhetore kanë çështje në buxhet dhe kur i dalin buxhetet. Ti mundesh me pasat buxhetin dhe për 3 muaj tjetër që nuk sasore shtetit nuk shën buxhet më për me shpenzua. Në këtë raporti ndoshta është dashur me u harmonizua. Qartë, kuptova. Faleminderit shumë kryetar, kënaqësi e veçantë që e pata drejt për drejt. Pa, dhe respekt, faleminderit. Ishte kryetari i